Të shtunën e 15 nëntorit kur u takuan Bashkimi dhe Go Plus Peja në Seza i Suroj, këto dy skuadra ishin bashkullëhece të Pro Credit Superligës pas një humbje dhe me nga 5 fitore secila. Ishte ndeshje dy skuadrat pamposhtura dhe në fund Bashkimi e ruajti epitetin e skuadrës pa humbje, kurse Go Plus Peja kishte psuar disfatën e parë sezonale. Ndërkohë, çka nuk ndodhi? Çfarë vazhdimi i kampionati, çfarë rezultate befasuese, shokuese dhe që besa senzacionale të elitës së basketbollit kosovar, që si vjet na ka përgatit edicionin më të bukur, më dramatik dhe më fantastik basketbollistik në këto 20 vjet e fundit. Se cila skuadër po e mporë se cilën dhe më asgjë nuk po dihet, më favorit në ndeshjen nuk ka dhe këtë më së mire shfrytëzoi kampione aktuale Trepça, e cila pas krizës fillestare u stabilizua dhe si thonë, kur dy përlahën i treti fiton. Përderisa Bashkimi e Go Plus Peja po garonin me njëri tjetrin, Mitrovicasit në mënyrë të heshtur i renditën tashmë 10 fitore dhe pas atyre dy disfatave në fillim, pikrisht nga Peja dhe Bashkimi pësuan vetëm edhe një atë humbjen shokuese nga vllazimi kur kishin 11 pikë plus 5 minuta para fundit ndeshjes, por Kuqezin të arritën të triumfojnë në fund dhe tash me 10 fitore 3 humbje, Trepça është lideri vetmuar në tabel, e ndjekur nga Bashkimi dhe Go Plus Peja, që tash janë përcjellse në pozitat 2 dhe 3 me nga 9 fitore dhe 4 humbje secila. Adrues basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Artmotion, kudo që jeni duke na shikuar këto qaste, Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në kryendeshjen e Xhiros Tramajt midis Go Plus Pejas dhe Bashkimit këtu në Karagaq, ku me ju sot jam unë, Agon Fehmiu. Me këtë duel dhe ndeshjen e cila do të zhvillohet nga ora 19:30 midis Borës dhe Golden Eagle Lyllit, po ashtu një super ndeshje, do ta përmbyllim vjeshtën. Tash të shkojmë edhe me prezantimin e mysafirëve, kapiteni Lejson Zeqiri, Bickerstaff me numër 3, pas Kian Anderson, 11 Cousins, 23 Janjeva, me numër 2 Jashari, 6 edhe pse është në listën paraqitse, Bunjaku nuk do të paraqitet, Iken Wamu, 10 Bytyqi, 13 Gjeqaj, 20 Dekwan Lake dhe me numër 22 Meriton Ismaili, trajner i skuadrës Igor Jovovici, mendimësit e tij Bledar Gjeqaj dhe Elbesar Gështenjan. Natyrisht edhe drejtori i klubit aty Qëndrim Biraj, ish kapiteni i skuadrës së Bashkimit, dhe sonte Go Plus Peja paraqitet me kapitenin Dardan Berisha, jo, e kanë lënë si duket për fund, me numër 0 Shëndrit Lapi, me numër 1 Skyler Fletton, me numër 4 Musab Mala, Taj Gri me numër 5, 7 Size Edwards, me numër 9 Arti Hajdari, me numër 10 Jordan Johnson, me numër 22 është Ademaj, Drin Ademaj, me numër 24 Elon Hasanaj, dhe numër 32 Alan Herndon, 66 Sokol Nila, dhe për fund e lanë kapitenin dhe MVP-n e lojtarin e vitit të Federatës së Basketbollit të Kosovës, Dardan Berisha. Gjyqtar të kësaj ndeshje Xhelal Mumini, me ndihmësit e tij Vitakun dhe Thaqin, dhe të ngritemi në këmbë për intonimin e hymnit të Kosovës.
Pra sikur se thash me këtë duel dhe ndeshjen e cila zhvillohet nga ora në 19:30 midis Borës dhe Golden Eagle Yllit, po ashtu një super ndeshje dhe shumë e rëndësishme sepse tash secila ndeshje, secila përballje e elitës së basketbollit kosovar është shndruar në një finale të vogël në fokus. Pra Dardan Berisha, MVP 37 vjeçari, i cili kundër Shqipërisë në para kualifikime i realizoi 37 pikë. Ditë më parë u shpall si lojtari i vitit, MVP nga Federata e Basketbollit Kosovar. Dhe përshëndetet nga shikuesit këtu në Karagaq, po e shihni Xhelal Mumini, Besim Vitaku dhe Arjan Thaçi janë treshja e gjyqtarëve të cilët do ta drejtojnë ndeshjen sonte dhe Ejupi do të jetë komisioner. Pra me këto duele sot, dy duele sot, thash Bora Golden Eagle Ylli dhe krye ndeshja mes të Go+5 dhe Bashkimit, elita e basketbollit ton po shkon në pushim disa javor për shkak të zgjedhjeve, por edhe festave të fund vitit. Pra xhiroja e para fundit vjeshtore në fakt do të jetë xhiroja e fundit e cila do të luhet në vitin 2025, pasi nga e hëna gjitha palestrat do të jenë të zëna për shkak zgjedhjeve parlamentare që do të zhvillohen me 28 dhjetor. T'ju them se menjëherë pas pushimeve të detyruara ja dhe peshet, Shëndrit Lapi, Skyler Flatten, Jordan Johnson, Dardan Berisha do të startojnë për pejen, edhe Alan Herndon natyrisht, Bickerstaff, Anderson, Cousins, Janjeva dhe kapiteni Lejson Zeqiri është pesja startuese e Bashkimit. Trajneri Greg Gibson, edhe në anën tjetër trajneri Igor Jovovic kanë vendosur që të startojnë me këto peshe. Pra edhe njerë t'ju them se me njerë pas pushimeve të detyruara për shkak zgjedhjeve që janë caktuar në prag të vitit të ri dhe janë nonsensi më i madh që kam parë dhe dëgjuar ndonjëherë në jetën time, sidoqoftë. Pra Go+Peja dhe Bashkimi do të takohen edhe 2 herë rresht, me një herë pra në janar në kuadër të çerek finaleve të Kupës së Kosovës, pasi Shorti e ka dashur ashtu. Do të jetë kjo një përballje fantastike midis verdhëzinjve dhe portokallimëve, të cilët fillimisht duhet i matim forcat sot në kuadër të xhiros së 13 dhe në fund do ta shohim se për kë do të jetë 13-shja me fat e për kë e pa fat. Po e shihni edhe këto janë statistikat e ndeshjeve të fundit. Lojtare më të mirë Skyler Flattenit kundër Go+ Prishtinës e Bashkimit në fitoren ndaj Golden Eagle Yllit, me cilën fitore edhe ndërpreu serin prej 4 humbjeve rresht. Pra, Go+Peja po hyn në këtë duel pas një fitore thellë me rezultat 98-67 ndaj Sigal Prishtinës mërkurën brëma këtu në Karagaq, që njëherësh ishte fitoria e 9 krahas 4 humbjeve, me çka e ruajti hapin me Bashkimin, i cili pas një super cikli të parë vjeshtor ku dominoi absolutisht me 7 fitore pa humbje, ishte fantastik edhe në arenën ndërkombëtare me 4 fitore ndaj skuadrave të fuqishme si janë Vili Cibona, Reggio Emilia dhe Dijoni, por më pas erdhi pra një rënje e madhe dhe 4 humbje rresht. Fillimisht disfata më shokuese vjeshtore kur pas kthimit nga pushimi para kualifikimeve në ndeshjen e parë të ciklit vjeshtor, lideri deri atëherë i pamposhtur pësoi nga i fundit në tabel vllazënimi. Vetëm 72 orë pas kësaj humbje erdhi edhe shoku i dytë për Prizenasit, që kësaj radhe humbën edhe nga Rahoveci, skuadra e dytë e pjesë poshtme të tabelës, e cila i shkaktoi disfat liderit, me shka u pa se portokallin po futen në krizë, e cila vazhdoi me edhe 2 humbje tjera rresht, kësaj herë nga rivalët e pjesës së epërme të tabelës, dhe të dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra, si kur se thash, pas 2 disfatave shokuese dhe befasuese nga 2 ekipet të pjesë së poshtme tabelës, vllazënimi dhe Rahoveci,
Erdhën edhe 2 humbje nga rivalet e pjesë e përmet tabelës, fillimisht nga Trepça në Seza i Suroj, më pas një finishi dramatik, unë poshtën edhe nga Sigal Prishtina në Prishtinë, me çka renditën edhe disfatën e 4-3 dhe humbën leadershipin, ndërkohë Bashkimi dha fund serisë së humbjeve 8 mbrëma në përballje me Golden Eagle Yllin, gjithashtu pas një drame në sekondat e fundit, të cilën në fund e fitoi, dhe kështu sonte këto 2 skuadra, Bashkimi dhe Go Plus Peja, përsëri po përballën në derbin e Dugaxhinit, në ndeshje për primat dhe për t'ja kalu njëra tjetrës bilancin identik të fitoreve dhe humbjeve, pasi të dyat i kanë nga 8 fitore 4 humbje, duke ndarë pozitat 2 dhe 3. Sonte pra triumfi do të thot të qëndrosh në pozitën e dytë si skuadër e vetme me 9 fitore 4 humbje, ndërsa humbësja do të mbetet si e treta me 5 humbje. Një gjë duhet të theksojmë, edhe këtë vazhdimisht po e them se trajneri Jovi si vjet ka bë me të vërtet një punë të shkëlqyeshme me skuadrën e Bashkimit, pasi që ndërtoi një filozofi të lojës me dominim në kërcime, sidomos në mbrojtje, që po pasot me kundërsulme dhe tranzicion atomik me shënimet shpejta, mirë po mungesat dhe lëndimet e shumta e kanë bërë të vetën. Topi parë për skuadrën mysafire, Kian Anderson, i mrekullueshëm në ndeshjen e fundit kur Golden Eagle Yllit, Janjeva blok për Zeqirin, Lapi përsëri sonte Gibson startoi, Lapi edhe në ndeshje të fundit kundër Sigal Prishtinës në çerekun e parë ishte i mrekullueshëm me 7 pikë të tij. Edhe sonte Greg Gibson po starton me 8 dhe luan atje me këmbë. Bickerstaff tentoi me një pasim për toke. Dardan Berisha, basketbollisti më i mirë shqiptar i Kosovës i gjitha kohëve. Lapi blok për Berishën, bloki 2 fisht nga ai dhe Herndon. Edhe Herndon ishte i shkëlqyeshëm në ndeshje kundër Prishtinës, sikurse edhe Flatten. Në qintat e fundit atje airballi Jordan Johnsonit, spati çka me bo me top spat faj Jordan Johnsoni. Kian Anderson po shkojnë me Chris Cross, duket atje Bickerstaff e topin, por Cousins rikëthen e kërkon topin, Lapin nuk e pa atje Flatten. Lapi për Dardanin. Përballë ka Cousinsin, pick and roll, Herndon. Në thellësi atje eshe Dardani e kthen topin jashtë, Flatten ishte fenomenal në ndeshje kundër Prishtinës, duke realizuar 6 treshe personale e Shëndritit. Cousins, 2 pikët e vetme të tij, ishte fantastik në ndeshjen e parë. Janjeva i vetmuar për 3 pikë, tenton dhe me njëherë në start me treshe me të parën. Muhamed Ali Janjeva bombardon dhe e qëllon 3 pikëshën për një mini seri fillestare në 2 minutat e parë, 0-5. E ka shkelur vin atje Skyler Flatten dhe një fillim jo i mbari Go Plus Pejës, e cila nga loja tentoi deri tash 3 herë dhe nuk qëlloi asnjë pikë. Në anën tjetër ka humbur 2 topa. Topin e hupe dhe Zeqiri e merr këtë top Dardani, në anën tjetër e ka Herndonin në pozitën e postit ul Shëndrit, Lapi depërton, sa bukur atje, asiston, edhe pse e mbyllën, Shëndriti e vrejti prapa Herndonin, që shkëlqeu në ndeshjen e fundit kundër Prishtinës me double-double, 14 pike, 11 kësime. Pikët e para përpen nga Alan Herndon. Janjeva në tentim për 3 pikë, por edhe njëherë atje, edhe pse e huq Muhamed Ali Janjeva, Bickerstaff i vëmendshëm nuk e mbylli Herndoni si duhet. E rikëthen e përsim prej 5 pikëve.
Johnson. Herndon dhe Zeqiri. Me gjatësi aty janë të dytë, por natyrisht Herndon shumë më masiv. E huq Janjeva me kërcimin e tij kundër sulmi shpejt. Bickerstaff e shpëton këtë top apo dhe jo. Është ky topi i dytë i humbur. Do më duket se aty Bickerstaff e kishte shpëtuar topin para se të prekte vinë, sidoqoftë loja vazhdon. 3 minuta e 15 sekonda, lojë 7-2 për Bashkimin. Herndon dalet në mënyrë të palejuar nga ishte Lejson Zeqiri. Më falni, Muhamed Ali Janjeva. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira në ndeshjen e fundit. Ishte i sakt nga vija gjuajtjeve të lira. Alan Herndon sonte po ashtu herën e parë. Ka një mesatare të mirë nga vija gjuajtjeve të lira. Alan Herndon i realizon të 2 gjuajtjet e lira edhe në ndeshjen kundër Prishtinës. 5 gjuajtjet e para të lira i pat shënum, më pas pat huq. Dyrësh, opa, vjen Ken Anderson me treshën e tij. Është kjo treshja e dytë e Bashkimit, pas asaj të Janjevës edhe Andersoni, i cili ishte fenomenal në ndeshjen e fundit. 6 treshe të tij. Dardan Berisha tenton, nuk realizon. Për pak Skyler Fletton nuk e Lesoni bukur në anën tjetër. Janjeva i vetmuar e pi një kafe, e lancon por nuk shënon. Lesoni atje lufton dhe topin jashtë fushës e dëbon. Mbi Dardanin i zgjati duart atje kapiteni Lejson Zeqiri, dueli 2 kapitenëve, 207 cm Lejsoni. Dardani 192. E shfrytëzon atë mirë, po topi del jashtë vijës. Fletton për Musab Malën, i posa inkuadruar në lojë edhe Mala pati një lojë fenomenale. Dardani në tentimin e tij të dytë për 3 pikë, përsëri e huq. Anderson e shë meriton Ismailin. Bickerstaff dhe Herndon luftojnë atje. E pengon Herndoni, këtë top e kap Dardani dhe organizon sulmin. Mala e shë korridorin e lirë, depërton si raket, kërcen për pjedh dhe realizon Musab Mala, i arzakonshëm. Me të vërtet Musabi po shkëlqen këtë vjesht tek peja. Tentim nuk ka pik, ik shpejt atje edhe një herë Musabi për mrekulli. 4 pikë të tij, gjysmën e pikëve posa hynë në lojë. Musab Mala për 2 minuta 4 pikë. Po shojmë atje reagimin e trenerit Jovic. Do të jetë teknike për shkak të hyrjes në fush dhe pasi që kishte pasur një vrejtje si duket për trenerin Jovic. Do të jetë një gjuajtje e lirë për kapitenin Dardan Berishën. Deri tash pati 2 tentime për 3 pikë Dardani. Nuk e qelloi asnjëherë.
për shkak të këtij reagimit. U ndëshkua me teknike dhe tani kemi një mini seri prej 5-0 të Go+5, e cila afrohet në vetëm 1 pikë. Katër minuta e 45 sekonda deri në fund të kryendeshjes Gjiros 13, në cilën pra po takohen dy skuadër, por mrekullia atje depërton deri në fund dhe realizon Meriton Ismaili. Po takohen skuadrat të cilat pas 12 gjirove kanë bilanc identik, 8 fitore, 4 humbje, Bashkimi në pozitën e dytë dhe Go+5 në pozitën e tretë. Alkosh averazhit, tentimi Dardanit, as e treta nuk është e vërteta, nuk hyn topi në fund për të barazu. Në anën tjetër, Kian Anderson thot ja, kështu bëhet për treshën e tij të dytë rresht. 6 pikë të Kian Andersonit. Skylar Flayton në anën tjetër, sonte Pejas nuk po i shkon me treshe sikurse në duelin me Sigar Prishtinën. Anderson për mrekullia atje, dribling i tij. Flayton në një anë, Bickerstaff dalet në mënyrë të palejuar nga Caesar Edwards, i cili po sa hyri në lojë. Caesar Edwards që në ndeshjen e parë mes këtyre dy skuadrave, të cilën e fitoi Bashkimi 83-79, kishte qenë fantastik me double-double, 16 pike, 11 kthime. Kishte shënuar Caesar Edwards, më i miri në të ndeshje të Bashkimi. Kishte qenë Kian Anderson që kishte startuar nga banka rezervë, 16 pikë, 8 asistime dhe 6 kërcime kishte realizuar Andersoni. Zeqiri, foul i Jordan Johnsonit, eshe atje referi kryesor Gjelal Mumini. Ja, Taj Green, edhe ai pati një lojë fenomenale në duelin e parë, të zhvilluar me 15 nëntor në Sezai Suroj. 15 pike, 9 kërcime, për paksa nuk ishte realizuar double-double Taj Green. Edwards dhe Green kishin qenë më të mirët për Go+5, e cila humbja duel. Tash Andersoni me 16 pikë, 8 asistime dhe 6 kërcime, më i miri.Ërsa për krau kishte pas qendrën Dequan Lake me 14 pikë e 7 kërcime. Kjo ishte atëherë, ndërsa tash Lejsoni realizon të dy gjuajtjet e lira për e përsin më të thellë. Sa shpejt u përgjegjë në atë seri prej 5-0 me një seri prej 0-7, duke i falenderuar pra asaj treshës Andersonit. Musa Mala, as Musabit sonte nuk i shkon për dore. Pra shumë huqe, deri tash 7 tentime për treshe dhe as një treshe. Opa, Anderson ja dërgoj topin prapa shpinës Lekut, ka të drejt që po thot, po ku po ma gjumë mrapa. Sa faj, është ky topi treti humbur i Bashkimit. Në anën tjetër, 2 topa të humbur i ka Peja, të cilës me treshe nuk po i shkon fare. 7 tentime, as një treshe. Art Hajdari në stilin e ti, me atë floterin e ti, apo pezullimin najrë si dëni, e afron rezultatin në 11-17, përsia më e lartë ishte deri tash +8. Kian Anderson përballë ka Flaytonin, ndalet në mënyrë të palejuar, koshi pranohet. I arzakonshëm Kian Anderson po e vazhdon aty ku e la me 15 nëntor. Edhe njëherë lëvizje bukur mashtruese e Skylar Flayton nuk pati rrugdalje tjetër, pos ta ndal me personale. 11-19 kur kanë mbetur 2-44 deri në fund të çerekut të parë. Pika e 8 e Andersonit. Kjo është pika e tij e 9 për e përsin prej plus 9 pikëve. Pra 9 pikë të Kian Andersonit për 9 pikë e përsi.
që është tepërsia më e lartë deri tash në këto 8 minutat e para. Arti Hajdari prej pozitës së tij, as Arti nuk realizoi dhe kjo është huqja e 8 për 3 pikë. E vjedh këtë top fletën, e ndalet në mënyrë të paliuar nga Kian Anderson. Lojtari më i mirë i Bashkimit sonte ishte edhe më i merituari për fitoren ndaj Golden Eagle Lyllit, me cilën Bashkimi e ndërpreu serin prej 4 humbjeve rresht. Ishte shumë vështirë edhe kundër Golden Eagle Lyllit. 78 me 77, Kian Anderson 22 pikë, 8 asistime dhe pati 6 treshe. Lejson Zeqiri për Meriton Ismailin. Kian Anderson depërton e kthen te Lake. Gabim në hapa apo fall? Të shohim, mu duk që ishin gabime në hapa. Jo, si duket është kosh foul për Dequan Lake-un, i cili e dyfishon e përsin e Bashkimit në 22-11, realizon edhe gjuajtjen e lirë për e përsin maksimale të mysafirve. (23-11) pra. Pas asaj serie kur afro rezultatin 19 Peja. Pra kemi një seri fenomenale prej 13-2 të Bashkimit, të cilën e nisi Kian Andersoni. Arti Hajdari përballë ka Nwamun, depërton nga një pozitë e vështirë. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Artin. Në 12 gjirot e deri tashme, Arti ka qenë në vijën e gjuajtjeve të lira 9 herë dhe ka realizu 8 gjuajtje të lira, efikasitet prej 90%. Realizon pra të parën për të afru rezultatin në 12-23. E zbut pak disavantajin, i qëllon të 2 gjuajtje të lira. Arti largot Lejson Zeqiri, kapiteni në loj. Rikthehet Isaiah Cousins. Largot edhe Kian Anderson. E tani me tandemin e fundorve Nwamu dhe Cousins. Luan trajneri Jovovic. Edhe Janjeva është kthyer përsëri në parket. Nwamu jashtëzakonisht efikas për 3 pikë është Ike Nwamu. Realizuesi sa bukur atje. Asiston Cousins për Dequan Lake-un. 13-25, rikthehet e përsia për 12 pikëve. Time out ka kërkuar Greg Gibson. Edhe njëherë. Janë këto pikët e Isaiah Cousinsit. Si e thash, me të vërtet pas një vjeshte, një cikli vjeshtor të hatashëm, pra të Bashkimit, i cili dominoi në mënyrë absolute, duke shënuar 7 fitore pa humbi. Ishte fantastik edhe në arenën ndërkombëtare, duke mposhtur Anvilin, Cibonën dhe Reggio Emilion, pra skuadrën e fuqishme italiane. Anvili ish kampioni i FIBA Europe Cup 2023, Cibonën legjendare, dhe në fund e mposhti edhe Dijonin në Francë. Pra më pas erdhi ai pushimin mes të para kualifikimet Eurobasketit 2029, pas rikthimit patëm një rënje të hatashme të Bashkimit me 4 humbje rresht, të cilën pra në mënyrë shumë të vështirë, megjithatë maksimalisht minimale 78-77 kundër Golden Eagle Lyllit, e ndërpreu pra atë seri Bashkimi, por po e them, një gjë duhet theksojmë se
lëndimet e shumta i kanë kushtuar skuadrës së Bashkimit, edhe largimi i Jan Palokajt për atë pak më vonë. Jordan Johnson dalet atje me tabel dhe realizon për të afruar rezultatin përsëri në 10 pike përsi për Bashkimin. 60 sekondat e fundit Cousins për Nwamun me 62% e efikasitetit për treshën. Nwamu është definitivisht snajperisti më efikas. Janjeva atje si duket është lënduar gjatë këtij depërtimi. Touch Green e kthen te Arti Hajdari, i cili realizon treshën e parë për Pejën pas 8 tentimeve të dështuara. 18 me 25, Arti e hap sezonin e treshëve për Pejën. Sa bukur Janjeva e kthen te Nwamu. E prek atje Arti dhe të shohim është foul i Jordan Johnsonit. Meriton Ismailit. Ankot atje Muhamed Ali Janjeva në goditje në sy. Po shihet që ka ftyrën e skuqur, ishte i goditur. Meriton Ismaili. I sakt nga tentimi i tij i parë. Ka një efikasitet për 70% nga vija e penaleve, 18 me 26. Edhe herën e dytë realizon e rikthen e përsin prej 9 pikëve. Maksimumi i avantazhit ishte plus 12 për Bashkimin. Patëm një seri prej 7-0 me cilën e afroi rezultatin skuadra Mysafire. Dhe Arti Hajdari me edhe një treshë të tij i arzakonshëm. Huqe, 9 huqe rresht, 8 huqe më falni rresht, e më pas në sken doli Arti Hajdari, i cili bombardoi dhe nga 3 tentimet të tij realizoi 2-3 pikësha për të afruar rezultatin në 21 me 27, ndërsa ka mbetur edhe 2 sekonda lojë. Ajdin qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin TikTok, ngam tivu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam tivu. Banka Prokredit. Goti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Ishte kjo treshë e Arti Hajdarit në sekondën e fundit. Ja, po e shihni Go plus Peja nga 10 tentime, 2 treshë të realizuara, të dyja të ish kapitenit Arti Hajdarit. 10 pikë të tij. Deri tash fantastik Arti. 2 gjuajtje të lira, 100% efikas, 1-2 pikë shaj depërtimi me floter dhe 2 treshë. Touch Green për Malën, i cili depërton eshe Artin e vetmuar atje. Faulli Meritonit. Lëvizje bukur mashtruese e Artit edhe njëherë. Musabi e sheh vim fundora atje. Dekwan Lake dhe Meriton Ismaili mbetën të apo jo, si duket e pas kam falni. E ka shkelur vin Arti. Edhe një top i vjedhër i Musabit kundër sulmi shpejt, situat 4-2. Jordan Johnson vendos të gjuan
Mirë, po fatmirësisht e përmirëson Taj Green, ishte vetjak atje Jordan Johnson, 23-27. Chris Cross tetëshe atje, Lake për Cousinsin, Anderson është kthyer në lojë, natyrisht ka nevojë Lake, pick and roll, Cousins për Lakeun dhe bashkëpunim fantastik atje, i thjesht, Cousins për toke, Lake te vendi për +6. Kërkon atje trajneri Jovic presion në mbrojtje dhe gabimi Musabit në këte pasim. Greg Gibson nuk është i kënaqur tani me këto gabime. Është ky topi treti humbur i skuadrës së tij. Lëvizje e bukur mashtruese, depërtim nuk realizon. Arti Hajdari përsëri në vend, meritoni shkakton personale, e ndal në mënyrë të palejuar Artin. +6 për Bashkimin, i cili vazhdimisht nga sekundi par ka udhëhequr deri tash e përsia më e lartë maksimale e skuadrës mysafire ishte +12. Johnson për Musabin, i cili del në anën tjetër në kënd atje, i vetmuar është i rrezikshëm, nuk po e shohin Arti vendos që të luan, ja vjedh për një çast fletën dhe Johnson faulohet nga Isaiah Cousins. 2 pikë dhe 3 asistime deri tash nga Cousins. Lake largohet. Ari kthehet në lojë TJ Bickerstaff. Dequan Lake e kreu punën e tij për mrekulli. Për 5 minuta 40 sekonda sa ishte në lojë, realizoi 7 pikë. 100% efikas për dyshe, 3-3 dhe atë kosh faullin e realizoi edhe gjuajtjen e lirë pa shumë fjalë. Gati lideri i Bashkimit, 9 pikë ka Kian Anderson, ndërsa Johnson realizon për 24-29 e afron rezultatin në 5. Po kalojnë 2 minutat e para të çerekut të dytë dhe personale kësaj radhe ja kthen borxhin Arti Meritonit. Në ekranet e juaj trajneri Jovic, si vjetmet vërtet ka bërë një punë të shkëlqyeshme me skuadrën e Bashkimit dhe ka ndërtuar një filozofi të lojës, po dominon në kërcime, sidomos në mbrojtje, e cila masën po pasohet me kundërsulme dhe tranzicion atomik me shënimet shpejta, dhe kur kjo s'po finalizohet atër po kalohet në një lojë me pasime dhe qarkullim të shpejt topit, ku po krijohet ai ekstra lojtar i lirë dhe pozita të lira, nga një herë edhe 2 lojtar të lirë, që pastaj po bombardojnë për treshe. Kjo funksionoi në mënyrë perfekte. Sa pasim i bukur atje, Lejson Zeqiri tepërtan. Blokohet nga Alan Herndon, i cili e kap edhe topin kundër sulmi shpejt. E shpëtojnë me këto fluturime, po megjithatë jo Janjeva, Lejson Zeqiri për Kian Andersonin, i cili dalet në mënyrë të palejuar nga Alan Herndon. Shkon atje Herndoni për t'ia zgjat dorën dhe edhe pse nuk ishte me qëllim, atje u ndeshën trup me trup. Ja, buzëqeshje atje mes Andersonit dhe Herndonit. Në lojë është rikthyer kapiteni Dardan Berisha. Me 9 pikë të realizuara deri tash, çka do që ka gjuajtur nga loja ka realizuar dhe vazhdon të jetë perfekt nga çdo pozitë. Kian Anderson, 2 gjuajtje të lira, të dyja të vendi, 2 treshe të dyja të vendi, 1-2 pikësh. Ska huqje për Kian perfekt Andersonin, e vazhdon saktësia e tij, 24 me 31. 11 pikë të Andersonit. Herndon në stilin e playmakerit tani, Dardan Berisha
kërkon nga Jordan Johnson që të hapet dhe të vjen të ndihmoj, të organizoj lojën. Skylar Fletton. Ufa, çfarë blokada atje. Ja teron Cousins Johnsonit. Tërhiqet prapa, do të luan 1-1 të shohim, i thot Bickerstaffit largohu. Shkon me Lejsonin. Perfekt. Çfarë rollingu atje, e shfrytëzoi këtë mismatch, këtë ndrim të gabueshëm të lojtarëve. Lejson Zeqiri mbeti në Jordan Johnsonin, i cili është 180 cm, Lejsoni 207, gati 30 cm më i lartë, dhe realizoi për 24 me 33. Është ky ai koshi i Tash Greenit. Pasi që u afrua rezultatin vetëm 4 pikë, nërmori një seri prej 6-0 skuadra e Bashkimit. U shkëput përsëri ja, ky është ai shënimi i pikëve të shtatat të Lekut. Thash, loja të cilën e ka shfaqur Bashkimi, intensiteti, dinamika, shpejtësia dhe bukuria, sidomos në ndeshjet e FIBA Europe Cup ishin mahnice, por Bashkimin e përcolli fati keq dhe lëndimet e shumta, si dhe largimi Jan Palokajt, rreth cilit Jovići kishte ndërtu lojën. Para mendoni pra nga kjo skuadër e cila dominoi fuqishëm në çdo aspekt, munguan Cousins, kush është shënuesi kryesor i skuadrës, po mungon Bailey, të cilin ende nuk po mund të shërohet dhe të vjen në veti. Një kohë ishte i lënduar edhe TJ Bickerstaffi, Valon Bunjaku e lëndoi muskullin e pasëm, ja, një mbrojtje e mire e Lejsonit dhe Janjevës, gabon atje Shëndrit Lapi. Janjeva dhe Lejsoni i bëjnë presion atje Shëndritit dhe detyrojnë që të gabon. Është ky topi i 5 i humbur, i 6 falni. Tentim për 3 pikë, nuk ka shënim. Dhe fauli Dardanit si duket, po. Njëste 4-33, pat atje duke buzëqeshur në prapavi Valon Bunjakun që lëndoi muskullin e pasëm të kofshës, apo hamstringun si po i thonë sot, si kurse theksova dhe Jan Paloka ju largua në drejtim të Cibonës. Mirë po, Lejson Zeqiri ka marrë përgjegjësinë e tij dhe kapiteni po realizon ja dhe pika e 6 e Lejson Zeqirit për plus 11. Dardan Berisha eshe atje Shëndritin nga pozita ansore, e bëri atë që bëri edhe kundër Sigal Prishtinës, me treshe nga këndi afron rezultatin në 27, apo e pas ka shkelur vin, pardon, 26-35. Cousins me Johnsonin, 1-1, mbi të tenton, nuk realizon Bickerstaffi, lufton dhe Herndon i fundit e prek topin. Ja, Muhamet Ahma, Tushi, refer me dekada i basketbollit kosovar, përshëndet atje Gjilel Muminin. Për mrekulli, asiston Kian Andersoni, Cousins për të rikthyre përsin dy shifrore, Johnson e kërkon Dardanin nga një pozit e ti, vjen tresha nga Dardani, 2 treshe resht tani. Së pari Lapi, tani Dardani për 29-37. Në fakt, Shëndriti nuk realizoi treshi, ishte dyshe. Cousins drejt dhe në duar të Shëndritit. Bickerstaffi ishte i vëmendshëm, e kthon të Lejson Zeqiri, i cili tenton, nuk realizon. Janjeva e dëbon këtë top Lejsoni, nuk tenton herën e dytë, është faulli Shëndrit Lapit ndaj kapitenit të portokallime Lejson Zeqiri, edhe një herë e faul
Qartë, nuk ka nevojë që të diskutohet kjo situatë, edhe pati dorën në trup, edhe me këmbë atje e goditi Lejsonin, bloki dy fisht për Zeqirin, tentoj që t'ja pasoj Andersonit, mirë po e ndërpren atë Dardan Berisha që ndalet në mënyrë të paliuar nga Muhamed Ali Janjeva. Një kohë ishin bashkëtar edhe të Sigal Prishtina, Dardani dhe Janjeva. Dardani është ikon edhe e skuadrës Prishtinase me cilën fitoi 3 ligat ballkanike. Shumë suksese e mbajnë në nënshkrimin e Dardan Berishës edhe të Sigal Prishtina përveç se TP-ja. 1-1 me Kian Andersonin, ishin bashkëlojtar në atë edicionin fantastik 2018-2019, ndërsa Skylar Fletton atje ashtu si i thot edhe mbi emni, fluturon lart në qiell. Edhe njëherë Dardani tentoi kësaj radhe, treshën nuk e realizoi, por s'ka problem sepse Fletton është në vend. Me kërcim për mrekulli realizon për 31-37 janë këto pikët e para të Skylar Flettonit. Pati 2 tentime për 3 pikë. Fletton asnjëherë nuk e shëlloi, edhe treta vërteta nga loja për të. 2 pikë, 2 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 2 asistime nga Skylar Fletton. Pra krejt në shenjë të numri 2 për djaloshin i cili ishte fenomenal në ndeshjen të cilën ditë më parë të mërkurën brëma këtu në Karagaq e fitoi Go+P kundër rivalit të vjetër Sigal Prishtinës me rezultat të thellë 98-67. Fletton ishte i mrekullueshëm, 21 pikë dhe 2 shtatëshe, 7 kërcime, 7 asistime. Një lojë impresive ti, 5 treshe të realizuara nga 6 tentime të Flettonit. Tash edhe Herndon ishte i mrekullueshëm, 14 pikë, 11 kërcime. Ana tjetër, pra te ylli, ishte Kian Anderson lideri i skuadrës me 22 pikë e 8 asistime dhe kapiteni Lejson Zeqiri me 15 pikë e 7 kërcime, ndërsa dyshja Bickerstaff edhe pikërisht ky djalosh Nwamu me numër 8, i cili u ngrit nga banka rezerv, pra Bickerstaff e Nwamu shtuan nga 14 pikë secili për ta fituar dramën e jashtëzakonshme në trama qershore. Fitore maksimalisht minimale e bashkimit 78-77. Shumë e vështirë, por shumë e rëndësishme e ndërpreu atë serim prej 4 humbjeve rresht të liderit të pakontestueshëm. Ndeshja e funit mes këtyre 2 skuadrave me 15 nëntor përfundoi me rezultat 38-79. Aso kohë këto 2 ekipet u ndeshën si 2 skuadrat e vetme të pamposhtura pas 5 gjirove. Dhe bashkimi e fitoi atë duel në Sezai Suroj, duke vazhduar epitetin e të pamposhturës, përpen ishte disfata e parë dhe e vetme pas ciklit të parë. Në 7 gjirot e para, bashkimi 7-0, ndërsa bashkimi 6-1, mirë po, cikli 2 vjeshtor ishte katastrofal për të dyja skuadra. Sa bukur atje, për mrekulli, asistim për toke nga Dardan Berisha për Alan Herndonin. E afrohet rezultati për sëri në 33 me 39+6. Anderson, pashikuar pasimi Lejson Zeqiri, Tash Green është pranë tij, 2 fishohet edhe Aran Herndoni është atje. Tepër bukur, perfekt, edhe njëherë me një gjysmë rolling në një anë, kthehet në anën tjetër, disi si prapa e lëshon këtë top dhe realizon. Kapiteni i bashkimit Alan Herndon kërcen, tenton me ngulit, ndalet në mënyrë të paliuar nga Meriton Ismaili. Dhe 10 pikë dhe të Lejson Zeqirit me atë shënimin pak më herët, 11 pikë i ka Kian Anderson, lider të skuadrës bashkimit, cila ka 8 pike përsi 33 me 41, Herndon në vijën e gjuajtjeve të lira.
vazhdon të jetë 100% efikas. 3-3 nga vijagjuajtjeve të lira, edhe Alan Hendon ka efikasitet të lartë sonte. 3-2 nga loja për 2 pik, 3-3 për 1 pik nga gjuajtjet e lira, 100% i realizon të dyjat për 8 pik të tij. Dhe e afron për sëri rezultatin në 6, plus për bashkimin 3 minuta e 35 sekonda deri në fund të pjesës së parë të derbit të Dugaxhinit. Dy skuadra të cilat i ndajnë pozita 2 dhe 3 me bilanci identike. Meriton Ismaili e lancon projektilin e tij për 8 pike përsi. Skylar Flayton e kërkon Musabin, shkon për të bërë pick and roll në postin e ult Green dhe Zeqiri, edhe për mrekulli realizon Greeni 37 me 45. Në fakt do të duaj të ishte 37 me 46, më falni, është gabimi regjis atje. Musab Mala tenton, nuk realizon, Flayton më i larti në kërcim. Regjia do të duaj të përmirësonte këtë rezultat, 37 me 46. Edhe 2 minuta 39 sekonda. Minuta gjysmë deri në fund. E vjedh këtë top Dardan Berisha dhe Musab Mala. Musabi nuk është egoist. Flayton e pa të vetmuar atje në brendi Hendonin. Tentoj ta pasoj, por në vend ishte Bickerstaff. Caesar Edwards. Shumë pak luajti sonte Edwards, vetëm 3 minuta. Nuk pati asnjë kërcim, asnjë gjuajtje, asnjë tentim hiç kurrë, përveç atyre 2 bllokave të cilat i bëri. Caesar Edwards, ja edhe një blok për Malën. Mbrojtje e mirë e bashkimit. Cousins dhe Nwamu janë atje pranë Malës, edhe meritoni e dëboj këtë top. Mbrojtje jashtëzakonshme dhe shumë agresive e skuadrës së bashkimit, edhe më tej vazhdon të qëndron rezultati gabimisht në ekran 37. Me 43 përmirësohet edhe në palestër. Do të shohim se çka është në pyetje. Bickerstaff buk, tenton atje që ta ngulit, megjithatë nuk e bën këtë, 1 minutë 35 deri në fund. Dardani mbyllet atje nga Meritoni, megjithatë në brendi e ngrit lart për Caesar Edwardsin. Alley hoop fantastik, Edwards me ngulitje e finalizon këtë sulm dhe 39 me 43. Timeout ka kërkuar trajneri Igor Jovovic. Edhe një herë me këto 2 asistime fenomenale, një për toke në stil të Isaiah Thomasit, plakut ati të Detroit Pistonsit. Shikoni Dardani për Hendonin, e më pas edhe alley hoopi
për Caesar Edwardsin që ishin pikët e para. Ky është ai shënimi pak më herët i Lejson Zeqirit, fantastik. Shikoni atje me të djathën nga ana e majt i jashtëzakonshëm. Thash edhe parës sa i përket bashkimit, mungesat e shumta, lëndimet e shumta dhe largimi Jan Palokajt, rreth të cilit Jovici e kishte ndërtuar lojën, ka bërë të vetëm. Para mendoni nga ajo skuadër e cila ka dominu fuqishëm në çdo aspekt gjatë ciklit parë. Munguan Cousins, kosha shënuesi kryesor, Bailey edhe më tej i lënduar, një kohë i lënduar ishte Bickerstaffi, tani edhe Bonjaku po mungon për shkak lëndimit të muskulit të pasëm. Si thash, Jan Paloka ju largua në drejtim të Cibonës dhe para mendoni pra gjitha këto mungesa bashkimin e handikepuan pa një mesatare prej 40 pikëve, 20 kërcimeve, 10 asistimeve dhe 6 topave të vjedhur. Dhe realizon atje Bickerstaff për 39 me 45. Po futemi në 60 sekondat e fundit. Andersoni për ball Dardanit, pick and roll me Greenin, presion i madh ndaj Dardanit. Edwards i vetmuar tenton, nuk realizon, faul është ky i Lejson Zeqirit. Mbyllje e mirë e koshit nga Taj Green. Në sulm natyrisht, ndërsa Lejson Zeqiri ja shtyu dorën Greenit. Kosha shënuesi i dytë më efikas të Go Plus Pea me mesatare prej 13 pikëve. Ka një mesatare prej 9 kërcimeve dhe një asistimi. Mirë po, ka të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 52% është efikas nga gjuajtjet e lira Taj Green. 52.5 sekonda deri në fund. Sonte realizon në tentimin e tij të parë për të afruar rezultatin në 40 me 45. Herën e dytë e huq, mbetet 5 pike përsi për bashkimin dhe topi për Kian Andersonin. Nwamu kërkon atje blokun nga Bickerstaffi. Shkon të Meritoni, lëvizje bukur mashtruese Meritonit, i cili e huq nga ana e kundërt e tabelës, por s'ka problem sepse aty Bickerstaff është në vend. Kërcim në sulm dhe realizon për 40 me 47 TJ Bickerstaff. Kërcimi 4 edhe pika e 4 e tij. Edwards, mbrojtje e mire Meritonit ndaj Dardanit. Lëvizje e Dardan Berishës, i ngriti në hava të gjithë dhe asistoj për Greenin edhe një herë për 42 me 47 sekonda e fundit. Kian Anderson nuk realizon dhe pjesa e parë përfundon me 5 pike përsi në favor të bashkimit, ndërsa me të kthyer në parket pas atij pushimit, Dardan Berisha i ndezi turbinat për asistime. 5 asistime të Dardan Berishës, 4 pikë të tij. Me të vërtet ishin të mrekullueshme, të themi shumë shpejt. Lideri i skuadrës së bashkimit me 12 pikë të realizuara Lejson Zeqiri, 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira, 4-4. I ka realizuar dhe 4-2 pikësha nga 6 tentime, 66% të efikasitetit të Lejsonit, kapitenit, liderit të skuadrës në këtë derbi të madh të Dugaxhinit, ku po takohen 2 skuadra të cilat kanë bilanc identik të fitoreve dhe humbjeve dhe ndajnë pozita 2 dhe 3. Bashkimi në pozitën e dytë 8-4 dhe Pea 8-4 në pozitën e tretë fal kosh dallimit më të mirë. Sonte triumfi i do të thot të qëndrosh në pozitën e dytë si skuadër e vetme me 9 fitore 4 humbje, ndërsa humbsja do të mbetet si e treta me 5 humbje. Kush do të jetë mbetet të shihet te Go Plus Pea pas pjesës së parë. Lideri i skuadrës edhe më tej Arti Hajdari, që për 7 minuta ishte fenomenal.
Pra, çka do që gjuajti, po thua se kreti a realizoi 10 pikë të artit për 7 minuta loj, i jashtëzakonshëm. Po ashtu lojë të mrekullueshme bëri edhe kapiteni Dardan Berisha, 4 pike, 5 asistime dhe 2 topa të vjedhur, ndërsa të huajt ishin diç më të heshtur sonte, përveç natyrisht Herdonit, i cili realizoi 8 pike, 2 kërcime. Si do të jetë në pjesën e dytë, mbetet të shihet. Pjesa e parë, Go Plus Pea 42 dhe Bashkimi 47, Bashkimi cili që nga fillimi, nga sekonda e parë, pati e përsi të vazhdueshme. Si do të jetë në pjesën e dytë, mbetet të shihet, shkoj me një pauzë.